I nderori dhe shumë i respektuari që na nderon sot si çdo herë me pjesëmarrjen tuaj në këtë akademi, lideri i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmeti. Të nderuar General Selimi Daud Haradinaj, të respektuar ish deputet, i nderuari komandant i brigadës 113, Hisni Shabani, i nderuari Najt Hasani, i nderuari Nasim Haradinaj, i nderuari dhe shumë i respektuari Baca Lil, të respektuar përfaqësues të organizatave Fadil Shurllaj, Gjevat Bislimi, veprimtarë, adhetarë të çështjes kombëtare, gjithë ju pa dallim që jeni sot prezent në këtë datë të rëndësishme në 27 vjetorin e rënies së 41 dëshmorëve bashkë me komandantin Muj Krasniqi. Unë nuk du t'ju hin hise historianëve që kanë obligim moral, njerëzor dhe kombëtar mbi gjitha që të flasë për veprimtarin adhetare për rënien e dëshmorëve që sot po i kujtojmë, por secilin nga ta e të gjithë bashkë me veprën, me heroizmin, me sakrificën dhe rënien e tyre në altarin e lirisë, sikur na thonë, sikur na flasin dhe sikur na sugjerojnë se nuk kemi rënë vetëm për lirinë e kësaj pjese të adhevët, por rënia jonë dhe gjithë dëshmorëve të kombit për te kësaj, për te lirisë, kemi rënë edhe për bashkimin kombëtar. Të respektuar të praneshëm, nëse historia jonë nuk mund të shkruhet pa luftën e Gjergj Kastriotit Skënderbevt, nëse historia jonë nuk mund të shkruhet pa lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe prisin shpirtënor Sulejman Vokshin, nëse historia jonë nuk mund të shkruhet pa babain e mbetësisë të Shqipërisë, atëherë historia jonë nuk mund të shkruhet edhe pa luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk mund të shkruhet edhe pa luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare për Preshev, Medvegj dhe Bujanovc, dhe nuk mund të shkruhet pa ushtrinë çlirimtare kombëtare. Andaj sot të respektuar të pranishëm, me ne bashkë nuk janë krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por ne çdo herë dhe ata me ne jemi bashkë. Ata po mbahen padrejtësisht në Hag nga një gjykatë e njanshme, nga një gjykatë raciste dhe krejtësisht politike. Urojmë që kjo re e zezë padrejtësisht kësaj pjese të adhevët që vu Kosovës, sa ma shpejt të merret verdikti përfundimtar, sepse ata janë të pafajshëm, ata kanë bërë një luftë të drejtë çlirimtare, andaj lirinë tonë nuk ka gjykatë që mund të na denoj. Uroj që sa ma shpesh dhe sa ma shpejt krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të jenë në familjet e tyre, të jenë bashkë me ne e mbi gjitha të jenë për Kosovën, të jenë për trojet shqiptare, sepse Kosova dhe Adhev ka shumë nevojë për ta. Dhe po e mbylli me një fjalë të luftarit madh të lirisë, komandant Kumanoves, i cili
në një rast kishte thënë dhe po e citoj. Unë dua të jetoj derisa atë dhevi im të jetë i lirë e bashkuar, dhe me pastaj let me vi vdekja kur të doj. Hoxha Osman, gjithë ju që jeni prezent, lider të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues shoqatave, familjet dëshmorëve, jam i nderuar që flas për mujen, as më tepër për vjetorin e tij, ku bashkë me 41 dëshmorë ranë malet e Pashtrikut. Rënia e muj Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve në prit ishte humbja më e madhe dhe plaga më e rëndë për gjithë ne. Ishte dhembje që u ndje fort, por që është ndrua në shtytje dhe në forcë e kushtrim për ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kam qenë shumë i bindur se muja dhe me mujën në krah është mision çlirimi i Kosovës. Mujën e kam njohur si trym, si luftëtar, si vizionar, si njeri pa shoq, por edhe si njeri me shpirt pa thyrë, me integritet dhe moral të lartë. Ai ishte nga ata që më përpara do të vritej se sa do t'i lënë të shokët pas. Muja ju këndon të erojve, sepse në se ajo ishte rruga e tij. Bashkë me të mirë, i përjetësuam në histori. Muja ra ashtu siç dëshiron ai vetë, duke e mbrojtur shokun e luftës, duke e mbrojtur vllahun e tij Alin, duke e mbrojtur bashkërrugtarin e tij Beqën, duke e mbrojtur gjakun e brezave ndër shekuj në Kosovën e Përgjakut. Sot muja dhe bashkëluftëtarët e tij janë shtylla e Kosovës së lirë. Ata janë në çdo cep të Republikës sonë, në lirinë që jetojmë çdo ditë, në shtetin që e ndërtojmë në emrin e tyre. Emri i mujës u bë bajrak i brigadës 113, ku në shumë betejë të përgjakshme u lartësu figura e tij. Kjo brigadë, pra 113 e muj Krasniqi, e udhëhequr nga komandanti Hysni Shabani, u kthy në tmerrën e kundër Serbisë. Ne sot e kujtojmë një prej njerëzve dhe një prej figurave më të mëdha të luftës sonë për liri, bashkë me Mujën, bashkë me Alin, bashkë me Beqën, bashkë me Sandokanin, bashkë me 41 luftëtarë të tjerë që ranë këtë ditë, e bashkë me 181 dëshmorë të kësaj brigade. Lavdi muj Krasniqit, lavdi gjithë dëshmorëve që i kujtojmë sot, lavdi luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dëshmorët në lanë amanet lirinë e Kosovës shqiptare dhe detyrën për të vazhduar përpjekjet në frymën e betimit të UÇK-s. Le ta mbajmë këtë amanet me nder e krenarisë shqiptare. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të ADH-ut, nderim i përjetshëm familjeve të tyre, mirënjohje e thellë për të gjithë luftëtarët e lirisë. Falenderojmë Zoti Bislimi për fjalën e mbajtur. Të nderuar të pranishëm, sot na ka nderuar me praninë e tij një ndër veprimtarët më të hershëm e më të shquar të çështjes kombëtare, themeluesi i LPK-s dhe UÇK-s, prisi lëvizjes kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni, Zoti Ali Ahmeti, të cilin kam nderin ta ftoj për fjalë raste. Nderuar vëllezër e motra, nderuar Gjavit Jashari, kryetari i shoqatës, komandant i brigadës 113, i dashur baba i muj Krasniqit, vlla i merr, dhe të gjithë ju të afërm të 41 dëshmorëve të rënë, dashur bashkëveprimtar, bashkëluftar, të pranishëm këtu në këtë akademi përkujtimore për një ngjarje tepër të dhimbshme, të rëndësishme të kombit tonë. Në 1821 në manastir, pas shpine me tradhti, ekzekutohen 500 kapedan shqiptar. Një dhimbje dhe humbje e madhe aso kohe me pasoja pas në dekada. Një ngjarje e tillë
përsëritet tani më në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës në malin e Pashtrikut, ku bora skuqet nga gjaku i kapedanëve të lirisë. Nëse 1821 u skuqën Kalldramet, 1998 u skuq Pashtriku nga gjaku i të rive, i luftarëve, i kapedanëve, i komandantit të brigadës 113. Ngjarje të cilat ngritën në kamp një kom të tërë ishte ajo e familjes Jashari. Adem Jasharit me të gjithë të afërmit që i kishte, po ashtu ngjarje që ngriti në kamp, ashtu si që tha edhe Davuti, si që tha edhe Shabani, të tërë ushtrinë shërimtare të Kosovës ishte edhe kjo ngjarje që ndodhi në Pashtrik, në pritje pabesi, një humbje e madhe për ushtrinë shërimtare të Kosovës, por ama një porosi, një kushtrim për kombin që të gjithë të jemi të mobilizuar dhe kjo dhimbje të na shndrohet në forcë, kjo dhimbje të na shndrohet në fitore, dhe ashtu ndodhi. Lufta u fitua, por kemi edhe shumë punë për të bërë, sepse qarqet anti-shqiptare që historikisht kanë vepruar, punuar kundër kombit e gjakut shqiptar, janë akoma aktive, dhe kjo po shifet në të gjithë proceset e mbranda 20 viteve që kanë ndodhur, procese që për bazë kanë të tërë propagandën dhe shpifjet që i ka bërë Rusia dhe Beogradi, politika slave për zhdukjen e identitetit shqiptar. Jo rastësisht, direktiva më e fortë nga Moskva që vjen në vitet 1915-16, vërisni Bajram Currin, sepse ai është pengesa kryesore për dalje të Rusisë të Serbisë në bërigjet e Adriatikut. Dhe kështu ndodhi. Ne, bijt më të mirë të kombit e bijat, në janë vra nga pikrisht nga këta politika anti-shqiptare që janë kurdis në Moskvë e në Beograd. Prandaj duhet të jemi sup më sup, bashkë që historinë, ashtu si që ka qenë, e gjallë e fort, ta ruem në breza, sepse Kosova nuk do ishte shtet pa gjakun dhe pa skuqjen e kësaj bore të Pashtrikut. Jemi mirënjohës për të gjithë luftarët, të rënët, familjet e tyre, për të gjithë ata që kanë plagë në trup dhe dikush edhe mund t'i nënçmoj. Por ama, pa gjakun e tyre dhe pa plagët e të rrivet, liria e shtetit i Kosovës nuk do të ishte. Sup më sup, të fort, bashkë, proceset t'i qojmë përpara. Lavdi të rënëvet për liri, rraftë kombi shqiptar. Faleminderit.
Mirënjohje është ndarë edhe për gazetarin, krijuesin dhe luftarin për lirinë e Bashkimit Kombëtar, zotin Sheremet Krasniqi.